mendoj që në këto zgjedhje lokale vetëvendosja është subjekt qartazi fitimtar. Do me thonë, ju kemi fitu pa balotazhin. Shtime, Podujev, Kamenic, potencialisht Gjilan, halos po dihet. Edhe ngar jeni për balotazh në 12 komuna. Sipas teje, a është fitore, a është humbje? Çu komenton ti këtë rezultat? Sipas me është fitore, patjetër, sepse fitoria ka filluar nga shtimja e ka vazhduar në të gjitha komunat që janë qeverisur nga vetëvendosja. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo po tregon që ne edhe pse jemi subjekt i ri në zgjedhje lokale, ju e mbani mend prej 2012 jemi në këtë garë, afër 12-13 vite, dhe po duket që qeverisja lokale, edhe pse e re për neve, aty ku kryetarët janë zgjedhur, por i zgjidhen në të 4 komunat bashkë me Gjilanin, por i zgjidhemi. Kjo tregon që modeli që po ofron vetëvendosjen qeverisin lokale, kur të përqafohet herën e parë, pastaj nuk lëshohet, sepse ne kemi sjell një standard krejt tjetër, domthonë kemi qenë transparent, tregojnë krejt parametrat që në komunat e vetëvendosjes domthonë kryetari ose qeverisja ka qenë afër qytetarit, janë përmirësuar krejt parametrat e transparencës. Prishtinë e Prizren ka ndruar. Dhe janë bërë goxha shumë investime sepse ka pas bashkëpunime direkte edhe korrekte me qeverisjen qendrore, derisa ne kemi edhe prej atyre kolegëve që kanë refuzuar, merrem me mend, për mungesë qenurit komplementar në aspektin partijak, kanë refuzuar projekte qeverisore. Mirë, Qemara, muj tash me të pyet. Kur po ju ndigjojnë çdo ditë, po ju ndigjojnë. Po ashtu kemi shku në balotazh edhe në 12 komuna të tjera, e potencialisht për këtyre 12 komuna unë mendoj që do të kalojmë minimalisht më shumë sa 6, kështu që po besoj që subjekti jonë politik lëvizja vetëvendosje do të jetë, si me thonë, subjekti i parë, edhe me numër të komunave kësaj radhe. Këtë javë, kur po ju ndigjojnë njerëzit të i komentu rezultatet, krejt partit po thojnë që mal kena fitu. Qysh e komenton ti që këtë partit kena fitu, po thojnë? Kur s'po thot kena hup? Po, kur i mendon rezultatet e tyre në nivelin qendror, do më thonë, është fitore për ta, se varet edhe çfarë pretendime shki, edhe çfarë ambicës. Në këtë zgjedhje lokale po flasim. Zgjedhje lokale kanë parti tjera ma shumë komuna. Unë mendoj që në këto zgjedhje lokale vetëvendosja është subjekt qartazi fitimtar. Me 4 komuna pa balotazh e me 12 komuna në balotazh. Ama i keni majt vetëm ato që i keni pas. Po kjo do më thënë shumë. Kjo është mesazh për qytetarët e Republikës Kosovës që aty ku qeverisin kandidatët e lëvizjes vetëvendosje, aty qeveriset mirë, aty ka transparencë, aty është... Po veç edhe LDK-ja thot njëjtë, aty ku kena fitu na 2 denar, aty qeveriset mirë. Njëjtë PDK-ja që ka fitu ma shumë se ju thot edhe, ma shumë komuna se ju. Unë mendoj që në qeverisjet lokale janë disa figure që i duhet kohë për si më thonë, mu kriju. Subjektet tjera opozitare, ato kanë tradit 30 vjeçare, 25 vjeçare, dhe kanë qenë disa lider lokal të krijuar, dhe po tashti po shifet që fryma e liderizmit të tyre lokal është duke rënë sepse vetëvendosja po sjell një model krejt tjetër.